Gabim nuk mund të themi se është një aks i nisur për të qenë një alternativë lëvizëse krahas rrugës ekzistuese. I cili do të shërbejë, do të minimalisht do ndaj trafiku në dy drejtime për të rritur qarkullimin e mjeteve. Po, për të lehtësuar aksin që shkon drejt Përgadesit. Por në këtë rast problematika nuk kanë ardhur që lidhen me trupin e rrugës apo me elementet e trupit rrugës, po them unë me mbrojtjet, me skarpatat, me muret, pra ose me veprat e ardhit që kanë, pra nuk janë të karakterit që kanë lidhje me trupin e rrugës. Të gjitha problematikat paktën që kanë ardhur që evidentohen deri tani lidhen jashtë trupit të rrugës, pra nga, po them unë, ka rishkitur skarpata e kodrës që është aty ngjitur me trupin e rrugës. Nuk është se kanë probleme aty ku kemi bërë skarpata, ose të ketë probleme vetë trupi i rrugës. Jo, them nga vipamja që her pas here dëgjojmë shembet një skarpat, shembet skarpate tjetër, ndoshta duhet, ku diun, të ishte ndjekur ndoshta një. Po tash mbasi ka ndodhur gjithkush mund të gjykojë dhe mund të japë opinionet e veta. Jo, më që po flas, po themi që ky është një projekt gati 20 vjeçar që nga momenti i projektimit, pastaj edhe momenti i realizimit duket i mirë, por kur ti shikon se çfarë ndodh, shikojmë që ka rënë gjithë mali mbi rrugë. Mendot nëse aty do kalonin makina, me civil. Ka pasur shumë vështirësi si aks, sepse edhe kozjatja e tij e tregon këtë gjë. Normal që ka pasur problematika të vazhdueshme derisa u arrit në këtë përfundim që të përfundojë rruga. Por janë problematika të cilat duan edhe akoma kohë që të sistemohen dhe të përfundohen. Dhe të rregullohen. Megjithatë, të shkojmë në një tjetër zonë, Kurbini. Është një tjetër zonë në qarkun e Lezhës, si dim qarku i Lezhës është prekur historikisht në këto 2-3 dekadet e fundit nga përmbytjet edhe për shkak të dëmtimit të argjinaturave, por argjinaturat cilat një pjesë të mirë tyre u sistemuan pas vitit 2011-2012 kur përjetuam një përmbytje thuajse biblike në ato zona, por ndërkohë mbi 2000 hektar tokë sot vetëm në Kurbin, pa futur këtu Lezhën, janë vënë nën pushtetin e ujit, aq sa mund të flitet spaku nga dërguar nga gazetarët tanë dhe nga dëshmitë e banorëve për një prag katastrofe, themi, humanitare atje, për shkak se dhe aty njerëzit po humbin, jo thjesht banesat, po humbin dhe baktit e tyre. Ndërkohë nuk e di nëse ne kemi një kronik gati, po nëse jo, atëherë le lidhemi me dërguarën tonë Gjoana Çallaku, e cila gjendet në Kurbin. Mbroma Gjoana. Stockholmi mbrëma, në fakt aktualisht apo kemi dhe rreshje intensive të shiut, duhet të thënë gjithë mbrëmjes së sotme ka pasur prezencë të rreshjeve, por ajo çfarë duhet thënë në fakt është që edhe Kurbini, pra si një nga bashkia e parë, pra më kryesore e qarkut të Lezhës, e cila është e përmbytur, dhe duhet të thënë që ka dëme të konsiderueshme dhe sipas asaj çfarë kemi mësuar qoftë nga autoritetet, por nga ana tjetër edhe nga vetë zërat e banorëve. Sa i takon konkretisht, ne aktualisht jemi të ndalur në fshatin Adriatik të njësisë administrative Fushkuqaj, ku në fakt edhe nga ajo çfarë kemi komunikuar dhe me vetë banorët, shihet një prezencë e lartë e ujit që shkon deri në 1 metër, duhet të thënë në fakt densiteti i ujit, dhe kemi një situatë goxha të rëndë, duhet të thoja, pas krave të mi nuk di sa është mundur të shihet nëpërmjet kamerës, por kemi prezencë tepër të shtuar të ujit, ku minimalisht sipas banorëve janë 50 familje, pra banesa të cilat rrezikojnë për të përmbytur pasi prezenca e ujit është tepër e lartë. Megjithatë, sipas autoriteteve të mësuara lokale, bëhet me dije që të paktën 7 familje në bashkinë e Kurbinit janë evakuuar nga bashkia, konkretisht janë 4 bashki në fshatin Gjorm dhe 4 familje ndjes në fshatin Gjorm dhe 3 familje të tjera në Laç. Sipas situatës së paraqitur qoftë edhe në fshatin Gjorm, por po ashtu edhe në fshatin Zhej, ku ne kemi ndjekur mbrëmjen e sotme zhvillimet se sa dëme janë shkaktuar nga rreshjet e përfshira këto 2 ditë. Dëmet janë të konsiderueshme, konkretisht në tokat bujqësore, ku siç e thatë dhe ju pak më herët bëhet fjalë për 2000 hektar tokë bujqësore, të cilët janë të përmbytura tashmë nga uji, por nga ana tjetër kemi pas dëme edhe në Blektori. Megjithatë, do doja që të sjellim dhe disa nga vetë zërat e banorëve, pasi siç duket pikërisht këtu ku unë ndodhem aktualisht, shumë prej banorëve me sa duket kanë zgjedhur që natën e sotme ta ku është halli më i madh i qytetarëve. Po ndërkohë mund të vazhdosh bisedën, Gjoana?
Në fakt, nga biseda që zhvilluan pak më herët, më thatë që keni dëm edhe në blegtori dhe në toka në bustore. Çdo gjë, gjitha stallat, gjitha blegtorinë me dele, me çka kemi janë mush gjitha në ujë dhe çdo gjë dhe flitet që është qarë gjeneratura këtu në Miliskaj dhe asnjë nuk ka marrë masa për të shku për bë bllokimin e gjeneraturës. Ndërkohë, në shoh që jeni 10 banorë që prisni në qiell të hapur dhe Normal, këtë kemi dalë me një çutë. keni pasur kontakt nga autoritetet ndoshta? Ka kur shife vetë, mo, shife. S'ka asnjë, shef në një asnjë nuk ashtu. Këtë flenë gjumë. Asnjë nuk është në teren. Ndërkohë doja të merrja edhe ndihmën e një banori tjetër në fakt i cili më tha që ka prezencë thujt edhe në banesë. Zotëri, ju konkretisht kush jeni dhe sa dëm e keni shkaktuar? She kam emrin unë. Të shtëpia ime ka ardhur ujti ka hyrë mrena. S'kam pra të bëjnë tash. Presim tash të bi ujti ose të pushoj shiu dhe kaq. Sa antar jeni ju në familje? 5 veta. Keni dëme në toka bujqësore në Toka bujqësore kam rreth 200 lym, si kam jonxha, grur, kreti kam përmytme edhe çfarë kërkoni ju konkretisht? çka kena me kërku, s'ke qa me kërku, s'ka ka me që ujtin kërkush, po puna është se me i ban para prit para kohë, se tash ti kur vjen.